1 maj nuk është vetëm një ditë pushimi apo marshimesh simbolike, është kujtesa kolektive e përpjekjeve të vazhdueshme të punëtorëve për të fituar të drejta që sot mund të duken zakonshme, por dikur janë fituar me sakrifica. Origjina e kësaj dite kthehet pas në kohë në vitin 1866, kur në Shtetet e Bashkuara mijëra punëtor dolën në protestë për të kërkuar orare pune prej 8 orësh. Kërkesat e tyre u përsëritën edhe në 1 maj 1867 në të njëjtin qytet, duke kulmuar në një protestë të dhunshme që la pazë viktima dhe të plagosur. Kjo ngjarje u bë katalizator për lëvizjen sindikale në të gjithë botën. Në 1889, një kongres i Partive Socialiste në Europë vendosi që 1 maj të shpallej zyrtarisht si dita ndërkombëtare e punës, një vendim që u përqafua gjërësisht në shumë shtete. Sot 1 maj mbetet një thirrje për të reflektuar mbi të drejtat në vendin e punës, në një kohë kur sfidat e reja si automatizmi, pasiguria ekonomike dhe mungesa e kontratave të rregullta janë gjithnjë e më të pranishme. Kjo ditë kërkon vëmendje të vazhdueshme nga shoqëria dhe politika për të mbrojtur dinjitetin e punëtorëve.